Demokristjat i përmene vetë, kanë shku ka Hemajt, kanë shku të Albini. Që shonë Gudzot, që një si djath, ju shku të Albini. Që shonë do mënë, kanë kim një me motjet, a e unë sa fatë që po del e vetëme. Ku po shef Gudzot me konë me bo atë djath. Ku po shef Gudzot djath? Ata s'po ku që ashtu e kanë qujtë vetën. Ata në listë qytetare, s'kanë ideologji. Ata në listë qytetare, grumbullimi njerëzve që i ka bashku një interesit. Se të nërë prej lidhës demokratike. Bashkë me Vjosa Osmanin. Sion krejt, pëse kush është? Pa që po del Vjosa Osmani, po del e majtë, zoti Haziju. Sa jo themelu se Gudzos. Vjosa Osmani i ka bashku gjithë njerëz potencialet në atë listë që ka shku atëherë. Po aja nuk është më që 5 vjetë është president e Republikës. Nuk ka lidhje me atë grupë. Po themelu se. Po Gudzo ka dy kryetarë, zoti Peci dhe zonja Ngërvalla që janë dalje të akterëve të LDK-s. Kanë të njëjtat bindje politike. Po, edhe kanë respektin tem për atë punë që kanë dalë, po nuk po flasmi që ata e determinojnë ideologjinë ato. Që listë qytetare, me vetë faktin që është iniciativë qytetare, listë qytetare o qytetare. Së rëndësi që ka emrin, me rëndësi është ideologjia, programë. Po dhe që ka përfatsojnë ata, që ajo është, nuk është me... Derisa nuk profilizohen politikës, ata mund më bo parti, por nëse kanë dalë për LDK, se kanë fatin e kritjerve. Se së mund është në nësqetullat një partisë madhe me mbjetu politikisht. Pjesa e tjetër, që thojnë Amerikanë, kur vinë të ura tjetër, e shohëmi se si do të arrim, por LDK ka me erujt pragmatizmin politik. Qa është pragmatizmi politik? Pragmatizmi politik është në interes të Republikës, për agendën e Republikës, ka më ullë me ndërtu bashkëpunim. Se keni bo pas zgjedhjeve të shkurtit? Ka me thy... Se keni bo pas zgjedhjeve të shkurtit? Po na folëm për qëto. Pragmatizmi jo, absolutisht. Vetë muj kemi qenë gërç, cilin ju keni mujt me zgjedh. Ju keni mujt me zgjedh pas një problem. I keni pas 2 mundësi dhe si keni bo. Kështu që... Na me zgjidh e zoti Kurti me qeveris vetë, apo jo?